Ka që bënë gjumë të rua dhe u largova pësën. Nuk më ndoli më në parasyve. Po unë dalova nga policia. Firmën e ka edhur ish bjerë ju. Derisa kur unë takojsha me fëmijë qanë. Qa kujton nga të 3 fëmijët? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Duk me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme këtu në live-in tim unë do habilitaren për një baba, i quhet Edison Malaj, është vlonjat, por prej vitesh kishte emigruar në shtetin italian me bashkëshorten dhe 3 fëmijët e tij. Për një konflikt të ndodhur në shtetin italian, Edisoni përfundoi pas hekurave, por fatkeqësisht ai humbi fëmijët, por edhe bashkëshorten. Çfarë ndodhi do të jetë Edisoni që do na i rrëfej ditën e sotme të gjithë këtë histori, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Edison, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jemi të dy sot, edhe pse unë e di historinë tënde, por më së shumti kam dëgjuar prindrit e tu dhe dua që sot të flas me ty të më tregosh gjithë problemin që ti ke me fëmijët e tu në Itali. Fatkeqësisht, ti fëmijët i ke humbur nga shërbimi social italian dhe fëmijët i ka marrë shërbimi social. Çfarë ka ndodhur? Mund të ma tregosh këtë histori? Unë përshëndetje edhe juve. Gazetaria, unë në 2008 pata një problem, edhe në 2009, unë kur kam vajt në shtëpi, fëmijët e mi nuk ndodheshin më. Janë më, mora vesh ishin më në shërbimi sociale. Ti atë ditë kur shërbimi social, ti ke jetuar në Itali në atë kohë? Po, në Itali kam qenë. Në çfarë qyteti keni qenë, Edison? Në Gjenova. Në Gjenova. Në provincë të Gjenova, quhet Chiavari. E qartë, provinca, ku ke jetuar. Sa ku kishe që ishe vendosur në shtetin italian me fëmijët dhe gruan? Unë kisha qenë në 2003. Në 2003 ti jetoje në 2004. Sa vjeç kanë qenë fëmijët atë vit kur i kanë marrë? Djalimat ka qenë diku te 7 vjeç, 8 vjeç, kurse i dyti ka qenë, mund të qenë 6 vjeç i dyti. 5 vjeç ka qenë i dyti, 5 vjeç, po. Çfarë viti ti kanë marrë fëmijët? Në 2009, fëmijët. Në vitin 2009, të lutem, Edison, nga vitin 2004 deri në vitin 2009 që ke qenë emigrant dhe ke jetuar në Gjenova, si ka qenë jeta jote aty me gruan dhe fëmijët? Shumë mirë ka qenë jetesa. Jetesa për mua ka qenë shumë e mirë. Por çfarë ndodhi atë vit? Nuk kam pat asnjë lloj problemi. Mua më ndodhi një problem në Itali dhe kështu që u largova në atë moment, siç e dini dhe juve. Mund të flasim hapur, ti u ndalove nga policia? Po, u ndalova nga policia. Po? Edhe më morëm, më putëm brenda. Po? Në atë moment, kur unë nuk isha, qësisht nuk ndodhesha për jashtë, asistent sociale kishin vazhduar punimet e veta me fëmijët e mi. Edhe unë nuk është se i lash fëmijët e mi në përgjegjësi të ish bjerit tim. Jo. Fëmijët kishin dhe gjendje, edhe gruaja ime kishte gjendje parash, edhe erdhi puna, kishte mbajtur dhe ish bjerim kishte deklaruar që unë nuk i mbaj dot fëmijët, nipri. Nuk i mbaj dot. Pra, Edison, që të ndalemi pak dhe të ta kuptojmë qartë historinë. Në momentin që ti re në burg, do ta thosh arsye pse re apo nuk do ta tregosh? Jo, nuk mundem. E qartë. Sa muaj u dënove, sa qëndrove në burg? Po, një vit. Një vit. Në momentin që ti u ndalove u arrestove nga policia dhe u dënove me një vit burg, po në atë moment që ti re në burg, po atë ditë kanë shkuar i kanë marrë fëmijët? Fëmijët janë marrë mbas unë kam marrë në 4 nëntor të 2008-ës. Kam marrë brenda në mars fëmijët janë marrë. Pra pas disa muajve, 4 muajve? Po. Në mars të 2009-ës fëmijët janë marrë. Përgjatë këtyre 4 muajve që ti ke qenë në burg, ke pasur kontakte me gruan, me fëmijët? Para
se të iknin, para se të mini fëmit, po, kisha kontakt, para se të mirni. Dhe çfarë të thoshte ish gruaja se je ndarta? Asnjë gjë. Nuk më thosh. Ajo jetonte me 2 fëmijët. Po. Por si arriti shërbimi social të vinte në shtëpinë tuaj dhe të merrte fëmijët marsin e vitit 2009? Unë të them shumë të vërteta. Po, unë dua të më tregosh të vërtetën. Të vërtetën. Dhe në mars, kur janë marrë fëmijët, më vinë ish gruaja ime, pasi i kishin marrë, me erdhi dhe më tha që na ka ndodhur një problem, i thash çfarë problemi? Na kanë marrë fëmijë, qysh i kanë marrë? Na i morën në asistencë sociale, tha se baba im ka firmosur, tha që unë nuk i mbaj dot. I thash unë përgjegjësinë s'ja kam lënë atij, kanë thënë. Përgjegjësia është e jotja e fëmijëve, jo e atij. Edhe vim puna, edhe kur dola, unë kam bërë shumë luftë me gjykat. Do të pyes dhe do mi tregosh të gjitha hapasapi, por pse vjeri juaj, se i bie që vjeri juaj të ketë kërkuar ndihmë dhe ka thërritur shërbimi social për 2 niprit e tij? Jo se ka qenë shërbimi social që ka shkuar, fakti që babai ra në burg dhe vajti i mori. Jo, ka qenë shërbimi social që ka shkuar, po. Ka vajtur shërbimi social. Kishte kërkuar ndihmë, po, kërkuar ndihmë ish gruaja ime. E pra, këtu dua të ndal, pra, ish gruaja juaj dhe ish vjeri juaj kanë kërkuar ndihmën e shërbimit social dhe këta të fundit kanë marrë fëmijët. Po, kishin kërkuar ndihmë edhe tek ajo zonë, në qoftë se juve kërkoni ndihmë, ata reagojnë në mënyrë tjetër. Të marrin fëmijët. Unë ta tregova dhe problemin e edhe një familjari tjetër që është këthe në kjo zona ime. Ai u tregua shumë i shkatët, ishte vetë për jashtë, i mori fëmijët për gjithë natën ka ardhur në Shqipëri. Për gjithë natën. Që ka kaluar zotëria, ka kaluar në Kroacia, nuk ka kaluar fare me det. E qartë, Edison, realisht ka shumë prindër shqiptar që i kanë humbur fëmijët në shtetin italian. Shumë fare. Unë në live-et e mia kam pasur plot nëna që kanë humbur fëmijët nga shërbimi social. Dhe fatkeqësisht ja kam në këtë fshat që ajo si di fare një ku janë, ja kanë marrë dhe nuk i di fare ku janë. Edhe jetojnë bashkë burrë e grua. Se kishin zënje me njëri tjetrin, erdhi puna asistencë sociale u morën fëmijët edhe nuk dinë se ku i kanë. Në çfarë komuniteti janë vendosur? Bravo, nuk s'kan as lidhje me fëmijët. Edison, por gruaja të erdhi në burg dhe të konfirmoi lajmin që fëmijët na i mori shërbimi social. Si kishte reaguar ajo? Domethënë ajo donte që fëmijët të vinin atje apo kishte kundërshtuar? Nuk ka dashur kur që fëmijët të vinin atje. As edhe një herë. Por çfarë i kishte thënë shërbimi social gruas? Ish gruas tënde? Që do vini dhe ju me mua. Do më mbajnë dhe juve. Por ajo pse nuk ishte shkuar me fëmijët, së ndiqte fëmijët? Ajo i kish marrë vesh të dhëna shumë mirë që në qoftë se fëmijët ajo i jepte vetë me dashinë e saj, dije se ajo nuk do merresh më, nuk do vente më me fëmijët. Por në momentin që ti more vesh lajmin, brenda hekurave i izoluar nuk ishe ç'a bëje, është e qartë kjo gjë? Asnjë gjë. Thjesht vuaje. Shumë. Shumë vuajtje. Por gruaja kishte takime me fëmijët? Shërbimi social i la të drejtë nënës të takonte fëmijët? Mbas 3 muaje, po, mbas 3 muaje. Dhe mund të ma tregosh hapasap historinë? Mbas 3 muaje ka vajtë ish gruaja ime që ka takuar për të parë fëmijët. Dhe të dy zonë. Të dy fëmijët ishin bashkë në një komunitet? Po, dhe sa herë i takoi fëmijët? I takonte një javë. Kur ti dole nga burgu, ajo vazhdonte takimet? Po, dhe unë vazhdova takimet me ta. Dhe ndalemi pak këtu, ti dole nga burgu dhe nise betejën me drejtsinë italiane. Me gjykatën. Dua të pyes, besoj që kontaktin e parë ke pasur me vjerin, ai që ka dhënë firmën që fëmijët i marrin shërbimi social. Çfarë të tha vjeri? Ka thënë vetë asistencë sociale që firmën e ka hedhur ish vjeri yt. Gjyshi i fëmijëve. Por kur ti dole nga burgu, çfarë të tha ish vjeri?
Ish vjet nuk e se ka takuar më. Por pse? Nuk e takova më se e kuptoj gabimin që iku zotëria. Nuk më doli më në para syve. Edhe unë e doja me gjithë shpirt që ta takoja. Ti kur dole nga burgu, u riktheve te gruaja? Direkt e gruaja ku do beja. Si vazhdoi jeta jote me gruan, me 2 fëmijë që nuk I kishit më në shtëpi? Jo dhe aq mirë. Pse? Nuk u bët bashkë më të fortë për të luftuar? Qëndruan po thuaj se në një vit e gjysmë bashkë, pastaj filloi konflikti dhe na prindrit e saj. Që do më atë jetë ta kur fëmijët nuk I ke më. Por ishin ata që fëmijët I çuan të shërbimi social. Shkaktarët ata ishin. I jati gruas time, jo se ish vjera, po, ishte I jati. Edison, ti jetove me gruan tënde për një vit e gjys pasi dole nga burgu, vjerri asnjëherë nuk të erdhi në shtëpi në ato kohë? Pare, as edhe një herë, nuk e pash. Po me vjerën u takove? Ish vjerën? Jo, pare, as edhe një herë dhe me të. Sepse dhe ata jetonin në Itali. Ish vjera ka ardhur shumë vonë, jo ka ardhur shumë vonë. Ish vjeri jetonte në Itali. Unë kam qenë shkaktari që unë e ka përru nga Greqia, e ka përru në Itali, zotërin. Unë kam qenë shkaktari dhe gruaja ime më thosh mos e merë. Unë e mora për ndim, që ta ndihmoj. Por gruaja juaj në atë kohë fliste me babain dhe nënën e saj? Jo, nuk fliste më. Pra, le të themi, edhe ajo nuk fliste me prindrit për shkakun e fëmijëve. Për shkakun e fëmijëve që I hoqi fëmijët nga duart. E qartë, mund të më tregosh takimin e parë që pate me fëmijët pasi dole nga burgu? Unë takimin e parë me fëmijët unë e kam bërë në zonën aty ku jetonim, në një vilë, 3 kace. Edhe aty I kemi takuar 2 herë. Pasaj aty nuk I takuam më, I takuam në qytet, në Gjenova. I zhvendosën fëmijët? Po, I hoqen që në ajo zonë, edhe I kishin çuar në komunita. Dhe çfarë thoshin fëmijët kur I takohen atë kohë? Nuk tregonin, nuk thoshin dot gjë se ishin me çip, me kamerë. Me kamerë apo ishin kujdestaret aty që rrinin? Kujdestaret s'ka problem, po ishin me kamerë në bluzë. Këtë gjë e ke parë vetë me sytë e tu, apo? Me sytë e mi, po, me sytë e mi, edhe biles kur unë I kam dhënë dhe numrin tim të telefonit djalit të madh, djali madh e mori e futi në xhep, edhe kur I zbaj djali madh në komunitat ja kishin marrë numrin. Edhe më morën zotrin telefon, nuk duhet ta bësh më këtë gatim që ke dhënë numrin. I tash unë numrin e kam dhënë edhe janë fëmijët e mi. Nuk duhet bëni më këtë gabim më kanë thënë. Se do të ikjen automatikisht fëmijët e nuk do t'i shikoni më. Por fëmijët... Ky është presioni që më kanë bërë. Shërbimi social në Itali. Po. Por fëmijët kërkonin të riktheheshin në shtëpi? Shumë. Kërkonin të riktheheshin direkt. Derisa kur unë takohesha me fëmijë qanë. Është e dhimbshme në fakt. Po shumë. Sidomos djali I dytë qante shumë fare, sa ikte. Nuk donte të largohesh. I dashur Edison, për sa kohë ju la shërbimi social të kishe kontakte me fëmijët o takime që I realizohej një herë në javë? Sa po më lanë. Një vit, po, dhe një vit e gjysmë po thuaj se qëndrova që I takoja fëmijët, pastaj mua më kanë kapur automatikisht më kanë dhënë ekspluz. Me çfarë motivi? Përse? Për asgjë. Që unë kisha dhe flet nga gjykata, që kisha takimet e fëmijëve. Kjo ishte një lojë e shtetit italian. Që fëmijët e mi të largoheshin nga mua, edhe unë të ikja në fëmijët që të siç më kërcovën në Shqipëri. Në atë moment, kur unë jam larguar që më kanë prunë në Shqipëri, kanë folur vetëm 2 herë, a 3 herë në Shqipëri, edhe nuk kam pat më lidhje fare në telefon me fëmijë. Në atë kur unë nuk kam pat më lidhje, ish gruaja ime ja kishin shkëputur dhe saj telefonata. Dhe ka qenë viti... Ka qenë 2018 apo thuajse. Pra, në vitin 2018 ti ke humbur çdo kontakt? Çdo kontakt me fëmijë. Në
2018 ka qenë, mos të gaboj, o shtator o tetor, 2018. I bie 7 vite, a? 7 vite, pa numër kontakti me familje. Edhe kam bërë dhe kërkimin. Sa vjeç? Edhe këtë ratë që isha në Gjenova, kam qenë në një zonë tjetër, po prapë kam vajtë në Gjenova, se më thanë që jam pa në filan vënd, unë prandaj iki dhe me makinën time jashtë shtetit që vete e kërkoj. Sa vjeç kanë vajtur fëmijët sot? Djali madh është 22 për 23. Është rritur, është moshë madhore, ndërsa djali i vogël? Po. I dyti është 18, 19. Edhe ai në moshë madhore. Është edhe çupa që është 15 vjeçe. Janë 3 fëmijë, jo 2. Edhe vajza që është 15 vjeç. Po, çupa është marrë në moshën 1 vjeçe. O, sa e vogla, e ka qenë më e vogla. Në moshën 1 vjeçe. Edhe si kishë mbush akoma 1 vjeçe, çupa. I tash Edison, si u ndave me bashkëshorten tënde? Hyn konfliktet për shkak të fëmijëve? Hyn konfliktet në mes në prindrit e saj, jo na mua. Ishte ajo që kërkoi të ndahej për jush? Jo. Kërkova unë pastaj nuk ja dilja dot më. Por pse? Ajo në një farë mënyre nuk fliste me babain dhe nënën e saj për dëmin që i bën dhe jetoi me ty, të priti që ti të dilje nga burgu. Po, u pajtua pastaj, edhe nuk ja dilja dot më, se unë qa punoja, Ilian shpi nuk se i mbaja në gjë. Edhe vinte puna, prindrit e saj e ripnin, i minin lekët. Ky ishte shkaku i ndarjes. Shkaku i ndarjes është janë prindrit e saj. Por që ti nuk munde do të kur të flisje me ish vjerrin dhe ish vjerrën tënde në atë periudhë të vështirë. U dia shumë mirë që ish vjeri dhe vjera i dia çfarë njerëzish ishin, prandaj nuk doja t'i takoja më. Kështu kanë qenë gjithmonë, nuk të kanë dashur? Në fillim. Me të bien më shumë, jo me mua. Çfarë ndodhi atë ditë që vendose të ike? Ti thoshe stop, ne të dy s'do vazhdojmë më bashk. Ika nuk pyeta më. Nuk e njoftove fare? Fare. Të them të drejtën fare. Unë i kam dhënë dhe një posibilitet ja dash në gjykat, duke më thënë gjykata që mos i jep më reagim që të takoj fëmijët se do të prishet shansi jo. Unë i dash shansin e fundit, që ajo të takon të fëmijët, mos t'i takoja unë, po t'i takon të nëna. Po? Unë si takova më fëmijët, i lash shansin e saj, nuk mush as një mojta më mja hoqën dhe saj. Por pse çfarë bëri nëna? Që ja... Nuk reagon të mirë. Nuk bën të reagime të mire, tani nuk ronë ma jo, faktikisht të në drejtën. Pse ka vdekur ish gruaja juaj? Po ka një 3 muaj. O, më vin ka keq. Ka qenë sëmur? Po, ishte sëmur shumë. Nga se vuante? Po në të gjithë në azme, arriti gati 180 kile, fëma. Kjo është fatkesi. Që ajo ka ndruar jetë për posë të t'je ndarë me të. Është gabimi prindërve. Që një fëma në mes të Italisë nuk liet vetëm. Asë edhe një. Një fëma nuk liet. Le të themi që ti e braktise se nuk jetoj do të me ta. Po. Por edhe... Qa kishte shpia, ajo i tyente. Qa kishte shpia brenda, ajo i jetë, mund të kishte edhe njës, po mund t'i vriste. Por pse kishte edhe probleme? Me pak lafe kalojnë depresion, ajo pëmër. Për çështjen e fëmijëve. Dhe kjo është fatkesi. Në fillim ka qenë shumë normale. Po ta shikoje, ka qenë një fëmë shumë e bukur. Shumë e bukur. Unë kur e kam marrë në moshën 16 vjeçe. Ka qenë 16 vjeçe kur e kam marrë. Dhe më dhimbset, sinqerisht, pavarësisht se nuk e njoh. Historia e një nëne që përfundon kështu, sepse të marrin fëmijët, sigurisht që... Them të vërtetën, një fëmë shumë e rregull. Shumë e rregull. Një nën që i bante fëmijët
në pëllëm të dorës. Nuk dua që t'ja hedh poshtë, edhe sa edhe që nuk na dëgjon dhe nuk ndodhet. Shumë e saktë. Pastaj siç i mora fëmijët. Edhe i morën dhe çupon aty pastaj nuk reagonte më. Dhe është e kuptueshme. Edison, Nuk reagonte. një nënë ti marri fëmijët, unë ngrëm piruan në faqet nga ajo. Në gjumë. U bë e dhunshme. Në gjumë, që prisje më dhe nuk që të plija me frikë në shpinë time nuk plija do. Të besoj. Më ka qëva në gjumë, pirua dhe u largova pësën. Ajo e ndjera të telefonoi në momenti kur ti u largove? Kush? E ndjera, ish gruaja, të telefonoi? Më telefonon të gjithmonë, do më falësh, hajde se nuk bëj më prap, nuk mundesha të bëja më. Se e dia në ku kisha arritur. I blepa dhe ilacet atëra në fillim, edhe nuk i pinta, i hite poshtë ilacet. Prandaj, gjykata ja hoqi të drejtën për t'i takuar fëmijët për shkak të problemeve që ka pasur. Po, dhe mua gjykata mua më kalon shumë të lirë që mund t'i takosh, më thoshni në atëre. Ti je i lirë, edhe sa herë të duash, më thoshni, mund t'vish t'i takosh. Unë i dash të drejtën se nëna është qikë me dhimbshme për fëmijët. Të besoj. Edhe unë i dash të drejtën e nënës. Bëra gabim, nuk themi jo, po tani. Kuptojnë gabimet shumë vonë. Edison, je bërë pishmën që e ke braktisur nënën e fëmijëve? Që e vetëm në Itali? Nëse jam bërë pishmën të them drejtën, edhe mund mos të jetoja sot. Edhe mund mos të isha gjallë. Po, pishmën për momenti po jam bërë, për momenti. Pasaj e pash po reagoj, qa reagime është bëndë, edhe kur dilte, për shumë, kur nuk jeton të mërë mua, më e shikoja në qytet qa reagime është bëndë. Ti e letë vetme. Ma përzinte në për qytet me makinë, unë isha me makinën time, ajo përzinte me këmë. Qa nuk thosh? Prandaj. Ti e letë vetme, me kë jetoja e në Itali? Nuk e lash të vetme, e lash me prindri. E qove të babaj? E vërtet. Ajo... Te prindri. Ajo vdish tek babaj? Ajo t'i vetëm. Por pse, babaj nuk e mbajti vajzën? Nuk e mbajti, babaj e ka 3 vjetë e gjysmë që ka braktisur e kish braktisur atë fëmër. Wow. 3 vjetë e gjysmë dhe nuk ja dinte Andresën dhe nuk veni. Por ajo e vetme kush kujdesej për të në atë gjendje të rëndë? Ajo punonte te një grua plak, reale. Punonte te një grua plak. Italiane? Po. Unë kontakte, nuk është se nuk I kisha thëmë të drejtën, I kisha. Ti flisje me atë dhe pse ishe ndarë? Gjonë që, unë nuk është se isha kaluan në krim. E qartë. Ishte nënë e fëmijëve dhe nuk mund ta hidhja do të poshtë prapë. Se bëra një, kalova, po thoj se 8 vite. Kalova 8 vite me të dhe nuk mund ta praktikoj ato në atë mënyrë. Prapë edhe se nuk jetoja, unë pra do t'i flisja, do t'i bëja. Do t'a respektoj. I thosh edhe ki kujtes. Por ajo... Edhe se nuk jetoj. Ajo vdish në spital apo I gjetën të vdekur në shtëpi? Jo, në spital kam lajmëruar unë që në Shqipëria, që vajti për dokumentat, edhe më morin telefon, jam së mund, thamo, qa kena më shkria? Lajmëro ambulancën në momenti tash, lajmëroj ambulancën dhe mbajtëm një javë në spital, edhe më tha mua, do dalë, më tha mua. I tash, më kalon një doktoresh, I tash telefon, jo, më tha mua, më kalon një doktoresh telefon të flasë. Edhe pola me të, me doktoreshën më tha mua, nuk do zonja, më tha mua, të qëndroj akoma ta. Do akoma kurim, më tha mua, nuk do të qëndroj. I ka bërë robat e saj, gati ta do t'i ikita. I tash, po si është me shëndetin, nuk është edhe aq mirë ta. I kam dhënë dhe pompën e frymarrjes ta, sa do ndihmoj pompën e frymarrjes ta. Doli nga spitali? Unë, kur para se të vdiste atë natë, unë kam folur, reale.
para këtë piste. Unë kam folur atë natë, më tha mua, Edi më tha mua, më dhe mi vetëm pak grupet, tha. S'ka problemi, i thashun, me njën ato karamelet, i thashun dhe mbajmë goj, i thashun që të shkri për grupet. Nuk po më thosh që jam së mund. Nuk po më thosh. Unë e ka marrë vesh të nesme në mëngjes. Që ajo kishte ndruar jetë në spital apo në shtëpinë e saj? Në shtëpi. E vetme? E vetme. Po kush e kishte gjetur? Kishte lajmëruar plaka e shtëpisë, ajo që mbante ish gruaja. Që i shërbente? Jo kishte lajmëruar, po, kishte lajmëruar të bien, e bia kishte lajmëruar policinë, policia kishte vajt ambulanca, unë pasaj e mora vesh, mora direkt telefon. Me telefonin ish gruas time, mora doli e bia saj plakës, fola me atë, më tha mua, ka tekur këtu ta në divata. Ullur, tha. Sa e dhimbshme. Po. Qoftë parajsës, se që nga vërtet e dhimbshme sinqerisht, më preke me historinë e ish gruas. Edhe fëmit nuk din asgjë reale, nuk din apo jo se di fare. I dashur Edison, ndalemi tek drejtësia italiane. Ti dole nga burgu dhe ke ndjekur seanca gjyqësore. Mund të më tregosh çfarë ndodhi dhe motivi që u vendos që të hoq përfundimisht ty kujdestaria, sepse vërtet nëna e ndjera kishte kërkuar ndihmë, por ti kur dole nga burgu kërkove që fëmijët i merrje se ishe i aftë të kujdeseshe. Nuk të tregoni motivet, të thoshin vetëm keq trajtim. Keq trajtim? Po. Do më thënë të kanë akuzuar ty që ke kesh trajtuar fëmijët apo gruan? Ish gruaja. Unë s'ndodhesha fare në shtëpi. Edhe unë kam ngullur, kam bërë shumë seanca gjyqësore, shumë fare. E kam kërkuar dhe në gjykat të lartë. I ke humbur? Edhe nuk pranuan gjykat të lartë. Gjykat lartë nuk pranuan. Por me çfarë motivi? Mirë nëna, e cila fatkeqësisht ka patur probleme me shëndetin e saj mendor dhe është e kuptueshme. Je pa dokumenta, më thoshni. Ti ishe pa dokumenta në shtetin italian. Nuk ishe një rezidencë, nuk ishe një punë dhe nuk plotësoi të gjitha kushtet. Kisha një bashortë, rezidencë. Kisha. Unë dhe kur bëja vizitat, nuk është kisha SCP-n që thonë në Itali. Kisha atë etiketën që nuk bëja as pagesë, as gjë si punë italianëve, një lloj. Që nuk pagoja lek në spital për shkakun. Dhe kështu ty të hoqëm përfundimisht kujdestarin e fëmijëve si ty dhe bashortes. Po. Dhe fëmijët kaluan në komunitet. Kaluan në komunitet, thoshin në komunitet. Po djali matë mua më tha mua, po vi shumë familjar, tha që na kërkojnë neve. Për birësim? Po, për birësim. I thashun të keqen baba, i thashun nuk është e mire. Jo, tha mua, ne nuk pranojmë, tha. Djali matë. Ke frikë? Unë me që kam kuptuar, fëmijët e mia janë marrë në një avokat. Pse të shonë që një avokat mund t'i ketë birësuar? Ke informacione? Po, jo 100%, po 50-50. Mund të më tregosh pse? Fëmijët e mi venin për venin në Sardenja, në një ishull të Italisë, në jug të Italisë. Po. Edhe në Sardenja, i vllai avokatit tim kishte shtëpi. Po. Edhe gjithmonë që unë e pyesja për shembull avokatin tim, i thosha, nga vajti vllai jo sot, jo, ku ndodhet, ka ikur Sardenja. Flisja dhe me fëmijët në telefon, po jemi Sardenja, thoshte. Edhe kur vinte në Sardenja që vinte ish vllai avokatit, edhe fëmijët të njëjtën gjë më thoshnin. Po kthemi. Por pse ai që në atë kohë monitoron të fëmijët e tu se s'po e kuptoj? Këto janë bërë në mënyrë të fshehtë. Dhe ti dysh... Atë vllai avokatit e kisha parë shumë herë që më erdhin në gjykat atje. Nuk e kuptoja. Në fillim nuk e kuptova që vinte për fëmijët e mi. Nuk e kuptova. Ai nuk ishte fëmijë vet? Jo. Çfarë moshe kishte?
Ai diku sot mund të jetë diku te 70 vjeç. Dhe ti dyshon se ndoshta ai ka bishtuar të 3 fëmijët e tu? Po. Por sot që je në Shqipëri, nuk e mundur do t'i gjesh një numër dhe të flasësh me avokatin tënd? Unë jam foto në shumë lloj mënyrash, në shumë lloj, edhe nuk jam, ai ka pat një faqe dhe e ka hequr. Por vllajin e ti ke... Vetëm që ka patur që kanë marrë fëmijët, faqja ati nuk ekzistonte më në Facebook. Llogaria e ti në Facebook e ka mbyllur. Por, Edison, vllai i ti që ka qenë avokati juaj, ti ja ke pasur numrin, nuk e mundur do ta telefonosh? Unë he marrë avokati kur dua, edhe nuk të tregon prapë të vërtetën. Ato gjëra i di vetëm asistencë sociale edhe gjykat e Gjenovës. Që ato sipas ligjit nuk kanë të drejtë të tregojnë se ku janë birsuar fëmijët. Po, nuk tregojnë. I dashur Edison, po. Është bën një marifet vetëm të djalimat mua më ka lindur në Greqi, jo në Itali. Siç e kanë bërë ata aty. Pse në Itali. I kanë ndryshuar vendlindje? I kanë ndryshuar datëlindje, që sikur djalimat ka lindur në Itali. Dhe jo. Unë kam e certifikat. Edison, të ka marrë malli. Shumë. Qa kujton nga të 3 fëmijët? Është e kuptueshme. Edison, të besoj që ke mall, ke dhimbje, je një baba i trishtuar, është e kuptueshme kjo. Prej 2018-ës, mos dish ku i ke fëmijët, nuk ka dhimbje më të madhe, besoj, që përjeton një prind. Shumë, që unë kam kaluar një periudhë shumë të rëndë, që mund të bëja çdo gjë në Shqipëri. Mund të bëja çdo gjë. Nuk jam një mashkull shumë që të bëj keq. Që kam arritur në një moment në fillim që mund të bëja keq edhe nuk kam dashur më. Siç e kam bërë Ceca. Që shkoj në ekstrem, por nuk e pse bën atë gjë. Nuk jam i tillë tash. Nga viti 2018 që ti ke humbur kontaktet me fëmijët dhe deri më sot, ti ke shkuar shumë në Itali dhe le të themi atë dënimin që more i ke mbushur vitet. Me sa vitet nuk të lanë të hyje në shtetin italian? Vjet unë prapikja. I ke fshetas? Fshehurasi. Nuk të kapi policia? Vetëm për ata fëmijë. I ke fshehurasi. Më trego për kërkimet që ke bërë në shtetin italian për fëmijët. Nuk kam lënë më qytet, të them drejtën. Qa punoja, unë i bëja vetëm rrugë. Mirja dhe makina me qira në Itali dhe larguesha. Në çdo qytet, nuk di. Edhe në Rom kam rrugë, edhe në Rom, me shoqëri. Kërkoje ku? Shkoje në për komunitete? Po, edhe në për shkolla. Më shumë në për shkolla. Që ku veni fëmijë çfarë shkolle është. Kërkoja vetëm shkollat 9 vjeçare. Për shkak të moshës i bie që ti ishe në shkollën 9 vjeçare në atë kohë, në atë vit që bëje kërkime, por shkoje dhe bëje kërkime me shpresën që do t'i shikoje në një shkollë. Po t'i shikoja, o deta dhe mund t'i mirja. Fshetas? Fshetas, po. Jam i tillë që e bëj këtë gjë. Për fëmijët e mi e bëj. E rrezikoj jetën, e jap edhe boll që t'i hidhja në territorin shqiptar. Mua le të më kapnin. Po fëmijët e mi t'i boll t'i hidhja në territorin shqiptar. Këtë gjë e bëja. Të mirë kuptoj për këtë pjesë, jam vetë nën. Unë kam një djalë të vogël edhe e di si po e rris. Në pëllëm të dorës për e mbaj, pse se ndjej mungesën dhe atyre treve.
Sepse ti jetën e ke vazhduar dhe je rimartuar. Po. Edhe ke sjellë një jetë ideal tjetër. I dashur Edison, ndalim të 3 fëmijët nga martesa e parë. Të 2 djemë dhe vajza. Njëri është 22 vjeç, tjetri 18 vjeç, më the, dhe vajza që i bie jetë 15 vjeç sot. Ata e kanë mbushur moshën. Do thot, nëse kanë qëndruar në komunitet, mund të kenë dalë dhe kanë vazhduar jetën. Por nëse nuk janë në komunitet, dyshon. Por nëse janë birësuar, jetojnë në një familje. Mendon që djali i madh të mban mend se ka qenë i rritur kur të ka takuar? Shumë, më mban. Më mban. E di, jam i bindur që më mban, më djali. Se ndoshta do jetë ai që një ditë do vi dhe të kërkoj. Po, them se po. Nuk e di të them të drejtën Odeta, dhe mund t'i kenë manipuluar fëmijët e mi, mund t'u kenë thënë ndonjë gjë, nuk mund të flas dot. Ke frikën se ndoshta janë manipuluar dhe kanë humbur dashurinë? Po. Edhe kjo ndodh. Siç i tham në asaj familjes në Bolonja, që prindrit tuaj janë aksidentuar dhe nuk ndodhen më, kur prindrit ishin gjallë. Wow, pse deri në këtë pikë arrin shërbimi social, sa të toj fëmijëve kanë vdekur prindrit? Shërbimi social bën 99 që arrin pikën e tyre. Ajo zona jona ndej, në Gjenova. Të 99 nuk ka ndodhur në asnjë shtet tjetër përveç Italisë. Edison, ata janë rritur dhe imazhi i tyre sot ka ndryshuar. Dhe jam i sigurt nëse ti do t'i shikoje në rrugë nuk do t'i njihe, sidomos vajzën që nuk do ta njohësh. Vajzën jo, të them drejtë nuk e njoh. Po të djalin e dytë edhe të madhi unë po të shikoj i njoh. Ata ndoshta e kanë harruar shqipen. Flas për të mëdhenjt, se vajza nuk e di fare gjuhën. Shqipen nuk e di që kur ishin me mua. Nuk flisnin shqip. Por jam e sigurt që edhe nëse janë të birësuar, ata e dinë që janë shqiptar dhe nga kujtimet që kanë tani të rritur e kanë mësuar të vërtetën. Po, djali dytë thosh, unë edhe kur ishte me shokun italian atje thosh, unë e kam gjakun shqiptar thosh, nuk e kam gjakun italian thosh. Më shikoni që na emri thosh, që kam thosh. Unë uroj dhe shpresoj që ata të jenë shëndoshë e mirë, të kërkojnë babain e tyre, se fatkeqësisht nënën e tyre e kanë humbur nga kjo jetë. Dhe uroj që të bashkohesh një ditë me të 3 fëmijët, dhe pse ata kanë bërë një tjetër jetë dhe nuk kthehen më në Shqipëri dhe ti ke një tjetër jetë, por të paktën ti dëgjosh zërin. Edhe unë nuk i dua që të kthehem në Shqipëri, që e di çfarë është Shqipëria. Për mua, unë boll që të kem kontaktet me fëmijët, të jenë të lumtur për veten e tyre të paktën. Jam e sigurt. Edhe unë do vi një ditë që do t'i takoj. Edhe unë nuk u them që të vini në Shqipëri. Edhe unë nuk u them. Unë jam e sigurt që ti do jepe gjithçka në këtë botë, vetëm ti kishe afër ata fëmijë. Të gjitha. I dashur Edison, mua më ka ndodhur që shumë fëmijë të cilët janë rritur në komunitet, kanë mbushur moshën 18 vjeç, apo dhe janë birësuar në familje italiane, në moshë madhore kanë kërkuar familjarët e tyre, nënën dhe babain. Pas shumë vitesh, edhe një rast ka qenë nga Vlora përpara disa kohëve. Nëse të 2 djemt edhe vajza do të ndiqnin, do dohet ju përçojë një mesazh atë që s'ke mundur dot t'ja thuash prej 7 viteve? I uroj të jenë mirë. Në qoftë se duan të më takojnë, e të më dëgjojnë, mirë është. I la dhe numër kontakti. Më tepër s'kam çfarë të them. Ti e babai biologjik i tyre që pate fatin e keq të rrisje në një moshë të vogël, të madhin 8, 5 dhe gocën 1 vjeç, dhe për shkak të problemeve që paten në shtetin italian, fatkeqësisht i humbe fëmijët dhe nuk i rritet dot me dashurinë tënde. Nuk i lidh. Si rrita dot.
por jam e sigurt që ti kërkon që ata ta dinë të vërtetën. Fëmijët e dinë të vërtetën. E dinë, po. Ata nuk e dinë se ne jemi gjallë. Fatkeqësisht, nënën e kanë humbur, vetëm ju jeni gjallë. Edison, ne do betemi bashkë në kontakt dhe unë ta uroj me zemër të gjenden fëmijët e tu, 2 djemë dhe vajza, janë në moshë madhore. Sigurisht që çdo informacion që do vi, unë do të njoftoj dhe ta them me zemër që ti je babai më i lumtur, dhe pse ke sjellë në jetë një fëmijë tjetër, fëmijën e 4, sa vjeç e ke djalin? 7 vjeç. Tani nuk ardha akoma, 7 vjeç, është në sport. 7 vjeç, e di që ka 2 vëllezër dhe 1 motër? Ai po lutet me mish e me shpirt kur do t'i takojmë, po më thonë. Sepse këtë gjë nuk e vuan vetëm ti, e vuan dhe djali nga martesa e dytë edhe prindrit e tu, gjyshrit. Besa edhe nusen që kam këtu, po më lutet kur do t'i takojmë. Shpresa është ajo që vdes e fundit. Lutja ime nuk i nje dhe dim puna i kërkon. E kuptoj. Shpresa është ajo që vdes e fundit, Edison. Ta uroj me zemër. Ne do betemi në kontakt dhe më përshëndet bashorte, nënën, babain tënd, 2 prindit e tu që unë i njoh personalisht, dhe të uroj që të jesh babai më i lumtur, të bashkohesh dhe me 3 të tjerët që është plaga jote më e madhe. Nuk do të goja. Inshallah, Zoti na ndihmon. Amin. Zoti na ndihmon. Sa më shpejt. Të falenderoj, Edison, dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, sot dëgjuam historinë e këtij babai, i cili fatkeqësisht të 3 fëmijët e tij nga martesa e parë u morën nga shërbimi social shtetëror italian, dhe ky baba për vitin 2018 nuk ka asnjë informacion për djalin e madh, djalin e mesëm dhe vajzën e vogël që sot janë rritur. I madhi ka shkuar 18, 15 vajza dhe 18 vjeç tjetri. E uroj me zemër që Edisoni të bashkohet sa më shpejt me 3 fëmijët e tij. Kemi ardhur në fund, dua t'ju falenderoj dhe juve që më ndoqët deri në fund të këtij live-i. Nëse keni një histori për të denoncuar, mos hezitoni, ju e dini numrin tim është 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 më keni me këto histori njerëzore reale të vërteta, njerëz të cilët kërkojnë një dritare, kërkojnë të dëgjohen. Faleminderit, takohemi nesër.